Sot, a nuk shohim që njerëzit mbyten për një parking? A nuk shohim se njerëzit mbyten për një çështje familjare? A nuk shohim që njerëzit mbyten për një çështje të tregtisë? Ne nuk po flasim për ngatresa, nuk po flasim për problemet momentale, po flasim shpesh herë për marrjen e asaj cila është e shenjtë, jetën e njerit, jetën me jamera, e nuk pranon me fal, me te i kalu, me toleru. Gjithmonë me pretendimin e burrisë, me pretendimin e qëndrimeve, me pretendimin e vlerësimit të vetvetes. Si je i fort? Wallahi nuk je i fort. Andaj pejgamberi sa po thotë, lejse shedidu bi sur'ati. S'është më i fort ai i cili hakmerret, ai i cili mposh tjetrin. S'është. Kush është i fort ja Rasulullah? Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, inma shedidu, i forti, burri, i guximshmi është ai i cili yamliku nafsuhu inda al-ghadab, e frenon veten e tij në momentin e hidhrimit. E frenon veten e tij. E nal veten e tij në momentin e hidhrimit, e pastaj sigurisht se e shoqëron dhe e pason me falje. Nga se problemi i shumë njerëzve është kur nuk arrin me të kalu momentin e krizës. Ata nëse nuk arrin me të kalu, është problem pastaj gjykimi real, gjykimi i drejtë, gjykimi me kokën e ftohtë, gjykimi me iman, gjykimi me besim, gjykimi me shpresim shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj o njerëz, vëllezër, motra, ç'është kjo vrasësi? Pse? Ku kemi gabu? Ku jemi tu gabu? A nuk pishon pasojat të gjitha këtyra? Kush na ushqej këtë mendjemadhësi, këtë arrogancë? Kush po na ushqen? Me çka po mësohemi? Kush po na thot se kemi ardhur në këtë gjendje ku nuk arrim me frenu mbllefin, nuk arrim me kontrollu veten, nuk arrim me fal, nuk arrim me të i kalu. Për çka? Për dunja, për pozitë, për një fjalë, për një te kalim, për një gabim, për një shkujdesje,